Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh të ndarë, ribashkohet çifti i dashur Robert Nora. Emisioni radhës i Robert Berishës, i cili transmetohet këtë të diel, pritet të thyejë rekordet e shikueshmërisë, pasi e ftuara speciale është askush tjetër përveç ish gruas së tij, këngëtarja Nora Istrefi. Promo e emisionit ka zbuluar se kimia mes ish çiftit nuk i mungojnë dhe ngacmimet. Nora shihet teksa hyn në studio në tingujt e hitit të saj, pikërisht në momentin e vargut kuptim plot apo të mungoj, detaj ky që nuk u ka shpëtuar ndjekësve. Por momenti që ka ngrirë buzëqeshjen e Norës dhe ka ndezur rrjetin është veprimi i papritur i Robertit. Ai ka zgjatur asaj një kuti me unaz dhe i është drejtuar me pyetjen: "A je e lirë me 4 shtator se jam të u martu?" Ndonse nuk është e qartë nëse bëhet fjala për ndonjë skeç humori, lojë apo ndonjë provokim të qëllimshëm, ky fragment ka mjaftuar që rrjeti të shpërthejë në aludime për një ribashkim të mundshëm apo për kuptimin e fshehur pas datës 4 shtator. Për të mësuar përgjigjen e Norës dhe të vërtetën e unazës, publiku do t'i duhet të presë transmetimin e plot të dielën.